Kuvendi zhvilloi seancën plenare të radhës, e cila nisi në orën 10 të sejntes dhe përfundoi rreth orës 4:15 të mëngjesit të kësaj të premteje. Në seancë janë miratuar 2 projekt ligje dhe 5 projekt vendime. Kuvendi zgjodhi 4 antar të rinj në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, Selami Xhepën, Holta Zaçajn, Ervin Meten dhe Jonida Priftin, ndërsa votimi për një tjetër kandidate u shty për një seancë të ardhshme. Kuvendi miratoi me 75 vota pro projekt ligjin për shërbimin e jashtëm në Republikën e Shqipërisë të prezantuar nga Ministra për Europën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali. Gjatë fjalës së saj, Spiropali theksoi se antarësimi në Bashkimin Evropian dhe forcimi i aleancës transatlantike mbeten prioritete strategjike të vendit. Ndërkohë, disa projekt ligje të propozuara nga deputetë e opozitës u rrëzuan nga shumica parlamentare, përfshirë nisma të deputeteve Ina Zhupa dhe Jorida Tabaku, si dhe përfaqësuesve të Partisë së Lirisë. Seanca miratoi gjithashtu me 74 vota pro projekt ligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin për qeverisjen elektronike. Po ashtu miratua plani vjetor i 2026-s për zbatimin e programit të statistikave zyrtare 2022-2026.